Ne kemi gjithashtu në një lidhje Skype edhe Eduard Sharkën, megjithatë do doja të qëndroja pak te Jul Hoxha, mirëmëngjes Sharka. Pra, ajo që po thua Juli, dhe ajo që dim për fakt tani më, është që Europa ka thënë shumë thjesht, të shoh të arrestuar se për lekët flasim. Patjetër. Dhe ajo që po bëjmë është që, dhe ajo që po ndodh është që SPAK nuk po bën asnjë veprim që mund të cënojë qeverinë Rama, dhe nuk po bën asnjë veprim për të garantuar 40% të popullsisë akses në mbi 200 milionë euro. Unë mendoj që do të ishte çështje prioritare për SPAK. Sepse kemi të bëjmë edhe me një element tjetër. Me që jemi në vazhdën e atyre diskutimeve të fondeve të USAID-it për reformën në drejtësi, unë po ju sjell një element, kam zbuluar që vetë Bashkimi Evropian për reformën në drejtësi ka dhënë rreth 80 milionë euro. Pra që janë para të taksapaguesve evropian. Dhe edhe për një lloj detyrimi moral, SPAK sot do duhet që këtë çështje ta kishte prioritare. Pra sepse janë investuar paratë e taksave të qytetarëve europian për të krijuar një institucion që do duhet të sillte besueshmëri së pari tek institucionet europiane dhe jo më tek shqiptarët. Pra do duhet ishte hetuar kjo çështje. Ka indicie që po hetohet, por nuk kemi asnjë zhvillim publik. Pra kanë kaluar 2 vite e gjysmë tashmë dhe nuk kemi asnjë zhvillim, nuk kemi asnjë zyrtar. Unë nuk jam nga ata njerëz që dua patjetër masa sigurie, por dua të zbardhet e vërteta. Dua të shoh se çfarë përgjegjësie ka ish ministrja Kryfsa në këtë histori, çfarë përgjegjësie kanë ish zyrtarë të tjerë, çfarë përgjegjësie kanë grupet e kontrollit, autoritetet e kontrollit në Ministrinë e Bujqësisë, që kanë qenë përgjegjësi direkt për të monitoruar, për të ngritur filtra, për të mos u abuzuar me fondet e IPARD-it dhe jo vetëm, edhe me fondet që jep vetë shteti për bujqësinë. Po abuzua te ka një element, ne kemi denoncuar në sezonin e kaluar në Plug, që vetëm 5 bashki në vend kanë përfituar rreth 1.7 milion euro për të ndërtuar tregje agro-ushqimore. E dini ju që këto tregje sot nuk funksionojnë. Pra, u ndërtuan për fermerët dhe për shembull një rast flagrant ka qenë Bashkia e Belçit që këtë treg agro-ushqimor që u ndërtua me fonde të IPARD-it tentoi ta bënte treg industrial për të larguar qytetarët, pra tregtarët që shisin në qendër të qytetit rroba, veshje etj, për t'i zhvendosur atje.